Monika Hasani Oshafi, kandidate për deputete në listën e hapur të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ka vazhduar takimet elektorale në kuadër të fushatës zgjedhore të 11 majit. Monika Hasani Oshafi ka zhvilluar një takim me banorët e rajonit nr. 2, rajon të cilin ajo e përfaqëson dhe është kandidate për deputete në atë zonë. Hasani ka takuar nga afër banorët e rajonit, të cilin e përshkruan si një rajon me shumë shqetësime dhe problematika. Pikërisht, pjesë e diskutimeve me banorët e këtij rajoni kanë qenë këto problematika të mbartura sipas asaj ndër vite. Problematika të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me gjendjen infrastrukturore sot të këtij rajoni, por edhe me atë të familjeve, banorëve dhe bizneseve që funksionojnë dhe jetojnë në të. Në gjendje të degraduar infrastrukturore, një rajon pa rrugë në brendësi të blloqeve të banimit dhe me rrugë të çara lidhse mes tyre, por gjithashtu edhe një rajon me familje të varfra dhe në vështirësi ekonomike që kërkojnë zgjidhje. Në fjalën e saj përgjatë diskutimeve me banorët e zonës, Monika Hasani Oshafi e ka vendosur theksin tek rëndësia e programit të Partisë Demokratike, atij programi që ofron zgjidhjen e nevojshme për qytetin e Vlorës dhe mbi të gjitha për qytetarët dhe ekonominë e tyre familjare. Mes një përqafimi dhe shtrëngimi duash, ka përfunduar edhe ky takim me leximin në sytë e banorëve, të cilët kërkojnë ndryshim. Këtë ndryshim, sipas Hasanit, e garanton vetëm Partia Demokratike dhe ASHM, një parti me vizion dhe program të qartë dedikuar qytetarëve dhe biznesit.